Genetike. Atëherë rikthehemi, jemi përsëri në program. Andora, më koincidoi batuta jote me në titullin që i kisha vënë kësaj pjese. Ore, kjo çështja, të marrim fjalët një mas një. Ky gabim, këto kleçka, këto trafikime, këto urdhra që thotë Sula, nuk janë sinonime me njëra tjetrën, kupton, po janë emërtime të ndryshme të të njëjtit proces. A kanë këto një regji të fshet, pra ne i hodhe zoti Sula dyshimin, thotë që ka patur urdhë nga lartë, që do thotë, për ta shqipruar për ata që janë kafër, që thotë Zotëria Mehmeti, po që jo gjithmonë kanë mendim si, të heqim vota doktorit dhe të japim doktoreshës, s'po bëj emra unë, s'po përket, ose një tjetri. Dhe sepse këta dua unë që të kem deputet në grupet tim parlamentar. I mirë shumë është doktori, por nuk e duan, ose tjetri, këta që kanë bërë ankesë. Ka pra një gjë okulte dhe deri ku shkon kjo gjë sipas gjykimit tënd. Dhe sipas fakteve që kanë ndaj. Ky është dhe thelbi. Flet për ekzistencën e një regjeje të fshehtë, e cila mund të ketë riorganizuar dhe rishpërndar votën e demokratëve me qëllimin për ta bërë këtë gjë, dhe kjo gjë do të brenda familjes, pra brenda Partisë Demokratike. Unë besoj që janë disa çështje kyçe që të analizojmë këtë gjë. E para është dyshimet për ndërhyrje në struktura, që nuk është vetëm thjesht një rast i izoluar, pra, rasti i zotit Ali Mehmeti. Po mund të vinë edhe nga kundërshtar të tjerë politik, të cilët dhe temi është ajo dora e padukshme që kërkojnë që Partia Demokratike të mos jetë aq e konsoliduar dhe të funksionojë me njerëzit më besnik që janë brenda partisë. Ti kishe edhe një pyetje tjetër në këtë panel, Zhej, që ka lidhje me e kujt është partia. Këse e dyta, për jetë ati. Po tani ne dim shumë mirë që në mënyrë e legjitime partia nuk është e individit, por në fakt Partia Demokratike dihet që është e zotit Berisha. Dhe është ai okulti që vendos pastaj se kush duhet. Që të thuat tani që ka rivalitet doktorësh në PD. Se kështu bia, do thonë një kardiolog me një imunolog. Fati mirë apo fati keq që Ali Mehmetit që është doktor, po që... Është fati mirë se... Në rastin... Ka bërë mrekullira gjatë Covidit e kështu gjërash, dhe ka mbajtur njerëzit me shpresë, ka mbajtur njerëzit me... I ka dhënë road mapping se si duhet të orientohen. Po sigurisht, por gjithsesi mos harrojmë faktin që një dorë shumë e padukshme brenda Partisë Demokratike për interesat e veta e ka bërë këtë rishpërndarje të votave. Ti e gjykon kështu. Dhe sigurisht që ka një regji, që në fillimet e elektoratit. Je dakord me këtë insinuat që bën Zora Labani? Po bie dakord me Anduenën që siç e preku zoti Sula në fillim. Po prova skemi për këtë. Tani provat i ka Ali Mehmeti tek pamet fizike. Dhe kur hapim kuti do t'i gjejmë provat me siguri, sa sigurisht nuk do gjejmë rezultat që përputhet kutia me për Zotë Erbalin. Jo të gjitha. Do të kemi gabime njerëzore dhe orientime të caktuara. Çështja është kush e orientoi votën. Dhe kyçi është kush caktoi numëruesit. Në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, në të gjitha partitë që kishin numërues, është kryetari i partisë dhe shefi politik i qarkut ai që përcakton numëruesit. Dhe shefi politik i qarkut në një zonë caktuar... Shefi politik i qarkut Tiranës, kush ka qenë PD? Po ka përshtypjen që PD-ja u ndarë disa zona ku kishin përgjegjësi të caktuara disa individ. Belin Klliçi kishte zonë caktuar, zona Tabaku ishte njësi numër 2, pra ishin të shpërndarë në disa zona të caktuara. Por numëruesit... Një general major përgjithshëm... Numëruesit për shumë kanë caktuar i kanë ndarë me Flamur Nokën, kështu që Flamur Noka nuk besoj që Flamur Noka i do një lloj gjithë. Edhe numëruesit vetë po ashtu kanë ndjeshmëri të veta personale. E pra ky që them që s'ia them dot emrin se Flamuri. Flamuri Pashkop. Flamur Noka. Nuk meriton as emrin ta kujtoj. Pra fakti që numërues nuk kanë pasur gjithë kandidatët e bën praktikisht të mundshëm deformimin e qëllim të votës. Gabimi njerëzor është gabim njerëzor. Ajo që nuk kuptoj me Partinë Demokratike është që këtej më thotë që në kuti njerëzit shkuan të presionuar, të blerë, të trysnuar, të kontrolluar, tani thot hapim kutit. Hapim kutit gjejmë Suel Çelën brenda. Hapim kutit gjejmë Tropinët brenda. Hapim kutit gjejmë Hakmarrën për drejtësi brenda. Nuk është asnjë nga këta element që thot Berisha humba prej këtyre brenda në kuti. O kemi në kuti fitoren, o kemi kuti humbjen. Dhe ajo që pak ka shanse të ndryshojë është që PD-ja me hapje të gjitha kutive të Shqipërisë po duan, nuk është del fituese pas rinumërimit.
Për mua ky është nonsens i PD-s. Sigurisht që çdo individ, sidomos individ me numër kaq me një nivel kaq ekstravagant mbështetjeje, lavdërues si zoti Ali Mehmeti meritojnë të kërkojnë edhe një vot që mund të ketë humbur. Çështja gjithëri nuk vetëm për ta mbyllur numërimin, ajo unë besoj që mund t'ju japë shans. Qëllimi është bërë procesi PiS totalisht, në kuptimin deformimi votës, të një vote të një subjekti kaluar ke subjekt tjetër, të një individ, një kandidati ke kandidat tjetër, që do të thotë që këtu nuk ka kjo PD-n fituese në fiturimin e numërimit? Është tjetër gjë. Mendon njëri që bëhet është tjetër gjë. Ne po diskutojmë apo procesi pastaj është senushëm. I bërë PiS i proces. Po kjo nuk është mjaftueshëm për të përsëritur zgjedhjen. Deri tani ka ngel thjesht në kuadrin e fjalëve, ndërsa në merrna kuti do shohim trafikim të votash nga një subjekt politik në një subjekt tjetër. Sado që të jetë numri i tyre, apo të individi kandidat tjetër, do të thotë që procesi nuk ka qenë i drejtë. Dhe zgjedhjen e fuqisë, se të nuk kanë arsye për të rezultatin. Tani si ishte ky rasti i Hotel Elbasanit që na vërtet, për shembull, si mund të vërtetohet? Unë ne tha bëra një pyetje. Si kuptohet regjia, kush janë votat, kush janë provat? Ti the provat janë në kuti. Si janë provat në kuti? Ja unë se kuptoj. Ja, pra provat janë në kuti në ç'kuptim. Që ka raste që vota e zonjës Llambani i kalon dashurës direkt. Edhe pavarësisht. Është efekti karusel që thashun. Ajo. Dhe se kuptojmë se ama jo. Pra mos më bivresor inteligjencën, se kuptojmë si kalon. Ne dim numrin. Unë shkoj votoj aty. Ja bëre mbaron ajo. Ti votuar Ilir Alimetin. Ka votuar, ka votuar që Alimeti, po. Si çanoth. Po. PS edhe PD-ja ose 3-4 subjekte bin dakord që votat tuaja ti jep kujt duhet kandidatit. Unë jap kandidatin. Po ai ekrani është shkollë aty? Ai ekrani është kot. Numërimi fletëve aty është A ka vëzhgus? Po s'ka vëzhgus, se dikujeme vëzhgus të atje. Janë 30 metra larkë, edhe nuk i shef do. Mund të jenë çdo tavolin. Ja pra ja do ta shpjegoj. Unë je kandidova u Kvarrova në 2009 më nxorën një 700-800 votat pa vlefshme. Mira, është të gjë pasaj që mund t'i bëj në mrusi, mund t'i bëj... Jo, ishte tamam marrëveshje PDPS. Po pra që mund t'i bëj, po pra pikërisht që mund t'i bëj me shenjë tjetër, me 2 shenjë, marrë nuk quhet votë pa vlefshme. Po pra, bam aty. Por, ndodh kjo pra që në fund kur bëhet numërimi total i kandidatëve, i thonë vota PS, thotë unë do jap dashin. E shoh vetëm dhe ti shkruan në vjen dakord ai komisioni aty. Po pikërisht pra, ai komisioni prit, mos ik. Ai komisioni mbyll nga kush me urdhër. Ai komisioni nga kush me urdhër. Me para apo me urdhër politik për ta bërë këtë. Tu fillon historia. Tani fillon historia. Komisionerët janë njerëzit thuhet ose komisionerët dhe numëruesit janë njerëzit më të afërt kryetarit të partisë dhe të partisë. Po. Në logjik. Kisakton. Po shumë kandidat zoti Sula në këto numërime kanë marrë njerëzit e tyre familjar, gruan, djalin. Po nuk janë të gjithë. Pjesa, okej, ata që s'kan pas besim te partia. Nuk punojnë gjithë zonën. Tani kanë ndikuar që fusin në emra, që është tjetër gjë kjo. Por ama fakti është që ka ndodhur kjo gjë që bie dakord të 4 komisionerët, por secili subjekt të tyre që përvajsojnë që votat e tyre të japin kandidatin vetes vetë, kupton, nuk merr votat PS-s dot, se votat e PS-s. Tani për çfarë bëhet, por urdhë politik apo për lek këto po pyes. Për mua shumica është me urdhë politik, se sa. Zhej nuk mund të përjashtoj lekët, do t'tregoj. Nëse unë jam një rival jeni me media dhe kam shumë lek. Për mua është urdhër politik më shumë. Unë paguaj kolegun tak. Për mua, tani unë di një informacion që një numërus ka marrë një telefon. Ka lëvizë leku aty. Ja pra, ka marrë telefon një kandidat, i cili që ka qenë në numërim, edhe, më fali që ka fituar, dhe i ka thonë që kështu të do na hapin në kutia dhe kemi të problem. Dhe përgjigja kandidati, kush ka qenë? Ka qenë kështu përgjigja. Ka qenë përgjigja që ja vlen për njëri me vlera si puna ime, që ti të bosh një ditë burg. Një ditë? Doktor, jo, duat pyes doktor. Doktor, je dakord me përcaktimin që bëri zoti Sula që provat janë në kuti? Sepse desa kërkon një numërim, ti kërkon një provë që numërimi për juve nuk është i saktë. Të them drejtët, provat ja të quam ne KQS-s. Po. Në kërkesën tonë që i bëm kaset. Pra, gjitha kutit i kanë fistuara. Mund të thoni edhe këtu cilat janë provat? Apo janë... Ja kena qume shkres, janë aty. Janë qume konfidenciale? Jo, mos janë konfidenciale. Ne jemi qume shkres, këto kuti, këtu, video që kemi numëru, pra ne kemi marrë video, kemi administru video në kur është numëru subjekti, pra në fillim fare, jo i kandidatëve, se kjo nuk na vunë kur në dispozicion, dhe krasum me tabelën për mbledhse QV-ve, si që kishte KQZ-ja. Sa vota lëvizjes dhe kjo me këtë ka diskrepancë. Sa është diskrepanca, sa është mos përputhje? Të gjitha QV-t që ne kemi parë,
Ka lëvizje. Këto janë indicet forte që thotë zoti Alimeti, po provat janë vetëm në kuti emrin prapë, tim. ato janë materiale zyrtare. Sa janë Në mos shumë përputhjet, sa emra. janë. Rastin të da interesohen, se ndani Tash. ka ndërtuar 60 minuta vetëm për ty, zotri. Po tash këto duhet ta kishte tonë përpara, se Po më tha se mos e di se tani atëherë, shive të jemi shumë qartë. Kur unë gjej 50 kuti apo 60 kuti, po. të cilat të gjitha kanë probleme për kandidatët ndryshëm brenda listës. Në ndryshim me videon që ne shohim, atëherë ne i drejtohemi KQZ-s dhe i drejtuam dhe tham, kur këto 50-60 kuti, të gjitha kanë probleme brenda. Përfshirë reflektimi më pas në QV, për shembull, një QV fare s'mi kishin edhe fare votat. Kishin caktuar me vonë 0 këtu. Kujt e kishin hedhur doktor? Do kanë bërë gabim 1 me 2, pra numri i parë me numrin e dytë. Pra Gabim. Po, gabim. Ore mund të jetë gabim, mund të ketë qenë edhe 2 natës ajo. Po një sekond tani. Ne kemi kërkuar saktësim. Në unanimitet. Kemi kërkuar saktësim, është e drejtë kjo. Pra neve do pranojmë që mund të ekzistojë dhe gabim. Sa si gjithë tash. Jeni tolerant, po vazhdo. Nëse pastaj kjo vërehet që kjo s'ka ndodhur në një kuti, po ka ndodhur në 100 kuti. Hajde flasim. Ne kur shohim një, themi që ne kemi gjetë këtë një dhe ta tregojmë. Në një kuti është gabim, në 100 kuti pastaj Prandaj pra kemi kërkuar, prandaj ne çfarë i kërkuam? Ne çfarë i kërkuam KQZ-s? Ne i tham, kur neve në këto 50 kuti gjejmë këto diskrepanca të thella për shumë prej kandidatëve, jo për një apo për dy, po për disa prej kandidatëve. Dhe i gjejmë këto diskrepanca, ju kërkojmë rinumrimin për shkak se kjo mund të ketë ndodhur dhe në 1200 kusur dhe kujdes dhe një diçka tjetër, sepse shpeshherë e ndjej këtë pjesën e përgjithësimit. Nuk kemi pas çështje vrejtje për numërimin e bërë elektronikisht. Po, ne nuk e kemi kërkuar këtë. Për makinën s'kemi jo, kemi se shparë Po, nuk e pranoj kod zgjedhor. Nuk e mirë. Doktori drejt nga partia shkuput nga partia fare. Me numërim elektronik vora dhe njësia 5 nuk ka votimin ka probleme. Numërimin po është një proces automatik e doktor, nuk është ndar. Nga 1282 hiq to 75 që janë ato dy KZZ, njësia administrative numër 10 dhe Bashkia Vor, mbesin sa i bën 1207 plus i bie dhe diaspora, se dhe këto për qarkun e Tiranës. Kur këto dalin të plota, ne do i rianalizojmë. Do i shohim, unë besoj do na ftoni prap. Këtu do jemi, do i shohim këto gjëra. Por disa prej verbaleve kanë qenë të gabume, siç e kemi pa neve. Pra verbali është gabim krahasim me votat. Kjo gjehet shumë kollaj, është lehtësisht e gjetshme. Disa flet votimi, vetëm flet subjekti, duket se janë plotësuar gjatë numërimit të kandidatëve, që do të thotë flete subjekti që ne shohim video janë më shumë në numër në krahasim me çfarë rezulton ke verbali përfundimtar, që do ku kanë përfunduar këto, do të thotë mund të përkthehet kjo. Teknikisht mund të ndodhë, në fletë në votimit ti ke votuar për parti, nuk e votuar për një kandidat caktuar, numëruesi që është fans. I zot Ali Mehmeti, jo, nuk është e pavlefshme. Plotson emrin e doktorit, meqense duam ta marrim. Po, merrni mund s'ka gjë, s'ka problem. A lë bosh ka stem ti që ta plotsojnë ata aty? Jo, nuk dua të shpreh për kandidat. Unë votoj PD, numri një dhe më mjafton. Unë di që është votë pavlefshme. Jo, vetëm kandidati se ishte që pavlefshme. Është kishte edhe partisë dhe kandidati ishte pavlefshme. Të votoj subjekt politik. Nëse të votoj ty dhe të votoj partinë, atëherë është pavlefshme. Është pavlefshme. Në zgjedhjet 2005, 2020 ka qenë kështu. Unë them ndryshe. 2020 ka qenë ndryshe. Unë dua të votoj një kandidat që më pëlqet mua. Po, mund të bëje bashkë me partinë njëkohësisht. Po, kishe vlerë. Po vure dhe partinë, nëse pa vlerëse. Ti mund të votuar vetëm kandidatin e s'kam votuar. Ti mund të vije dy kryqe zhej, mjaftë që në një kolon që në rregull, dy kryqe brenda një koloni që në okej. Por zoti doktori po flet për rastet kur ti ke shkuar ke votuar Partinë Demokratike, por nuk ke shprehur për asnjë kandidat. Çfarë ka bërë numëruesi pasionant? Tek numërimi ka vënë një plus i kandidatit caktuar. Sa raste keni grumbulluar në këto 5%, që ja thati ju si shembull në fillim, që kryuan ndryshime arsyeshëm që këtu tani, nëse ka rinumërim, do ketë një rezultat të ri. Ti beson ke institucionin tani që do ta bëjë të rinumërim dhe kush e bën të rinumërim? Nëse unë këtë gjitha kutit që shoh gjej problematik, atëherë është krejtësisht normale të shkosh dhe të drejtohesh organet. Si do dalë rinumërimin fund fare në shifra, kjo nuk bëhet të ndryshon ty apo të ndryshon ty rezultatet. Thash 37 kandidat lëvizin shumë. Unë kam parë të PD-s të drejtë, aty janë kam dhe video të PS-s. Por unë kam patjetër listën tonë. A besoj apo s'besoj, unë nuk vi nga i formati që shkon me besim. Unë shkoj me atë beso dhe kontrollo. Do ta shohim procesin, do ta ndjekim, do kemi vëzhgus. Për vetë zotit nuk jam ndjes, ta mbaroj. Patjetër që nuk vjen KQZ-ja nga një
ecuri, besueshmëri e numërimesh. Qoftë se ky do jetë procesi i parë që do ta bëj mirë, do themi bravo i qoftë, patjetër. Patjetër është procesi i parë ku thot hajde t'i hapim, t'i rinumërojmë. Kishte shumë skeptik 2 javë përpara, ja ku ndodhi. Ndoshta dhe i numërojmë mirë. Ti presim, ne do jemi aty për ta garantuar procesin, qoftë që ti numërojmë mirë. Tash, duket se përderisa kanë kërkuar numërimin, mund të kenë një interes më shumë për bërë një numërim. Megjithatë, jo të gjitha mund të arrijë dot t'i kap ai rinumërim, po do jemi këtu, do i diskutojmë, do i shohim prapë. Ekziston mundësia që duke qenë nga kase që u pranua Tirana, u pranua Fieri, u pranua Dibra, si pas informacionet mia, ka mundësi tjetë dhe Durrësi, sepse nesër në ora 1 është padi Aulon Kalasi. Aulon Kalaja është legitimor, sepse është personi i cili ka luftuar, ka qenë shumë fort. Dhe pa PD-n. Që ta ndajmë historinë. Pa PD-n pra, në këtu fillon pra historia, nga pa PD-n, mund të hapët dhe Durrësi dhe ka prova që në shumë koti të Durrësit janë të tërësuar vota nga një kandidat në kandidatet tjetër. Janë heqë zotit Kalaja dhe janë dhënë kandidatet tjerë. Tëri, pse Aulon Kalaja do të bëte me partinë e Ballë Kombëtare dhe legalitetit? Sepse Partia Demokratike nuk e ndihmoi. Se sa shumë. Partia Demokratike si shtu ka doktorit nuk ja dha Aulon Kalas. Vulën edhe Unë pensoj unë bëj pyetje sikur nuk e di, unë e di, po skuptoj arsye pse. Jo, nuk ta fal. Jo, habitem. Nuk ta. Po tani unë nuk ta fal ty dhe gjithë tjera, sepse akome nuk keni kuptu që aty më bëhet ç'a bëhet aty brenda. Edhe i bini anësh gjë sashi. Po themi të bëj anësh më bien mund lulet ballë. Lulet ballë. Tani po do ta vini me pse dha. Nuk e japim, nuk i du. Jo, po nuk ja dha ta qartësojmë. Sepse ja të ndodhi kjo që kur të dalin këto që kanë marrë kandidatët PD-s mrena për mrena, Auloni nuk është kaq... Ku je zoti Berisha? Po ti ke vjedh votat njëri tjetrit. Me thënë ringritje serioze të PD-s së Bashkuar nuk pas. Po kjo është historia pra. Auloni e thot qartë. Kandidati që ka fituar, ndryshe nga doktori që thot është shpërndar, nuk po jap emra, nuk po i vë dikujt, nuk po drejtoj kishën dikujt se kush ma ka rrëmbyer fitoren. Mua Auloni thot fitoria është e imja, Arian Doja nuk ka fituar, por ka marrë votat e mia në mënyrë të orientuar, në mënyrë të sinkronizuar. Aulon Kalaja provoi si individ, si doktori, PS dhe PD-ja në kas bashkuan votat e rrëzuan Aulonit, tha je individ, nuk e drejta ndihmosh ti, ndihmon partia. Mori ballin kombëtar ndihmë Auloni, tha kasi as balli kombëtar është parti, por nuk ka kandidat. Mori partinë e legalitetit që kishte një kandidat dhe shënuar Aulonin aty kandidat, që legjitimoi ankesën. Kështu që partia në rastin e Aulonit nuk e ka ndihmuar Partia Demokratike. Dyshimi im i arsyeshëm, por në limitet e pabesueshmërisë është që t'japi urdhër doktori apo ajutanti Doktore Harroje. Doktori jo. Harroje, garantoj. Të garantoj që nuk jo doktori, më mirë se ka edukat për çdo gjë. Do më duket shumë e rëndë që Zoti Berisha Harroje, po nuk ka mas të di që unë... Po mirë, tani që po gjithë kjo zhurëm... Në Zoti Berisha... Doktori nuk shkoj fjalla? Ja kam thënë edhe në parlament, ato që fryjnë vesh, Doktor Berisha, ato janë të rrezikshmit aty. Por ata që fryjnë vesh nuk marrin vendime tani, sepse një sekund, kush marrin vendim që mos japi autorizimin për hapjen e votive? Ata influencojnë vendime. Si? Ata influencojnë vendime patjetër. Po, a ka dhënë doktori vendimin apo jo? Për mos hapjen e kutive fillimisht. Ja, fillon nga ajo ti një kush e ka orientuar kryetarët e degëve, Partia për Demokratike. Kush ka bërë trafikimin e votave? Këtë thuj. Ai që ka Partinë Demokratike, që e ka si pronë vetën, se e ka si shtëpi vetën ai. Po tani po, se marr vesh se njëu në skuadrën e vet do më të mirë, nuk do. Ose më besnikët Xhej, varet çfarë qëllimi ke. Tani mos u merr. Ose më besnikët. Po më pse? Mund të marrësh skuadrën më luftarake më fituese ose skuadrën që të mbron shpinën të... Bo besnik se dasuna? Nuk e di. Fjalimin parlament. Që do t'i lirë në vete? Gjej se më dole në shtek tani. Zoti Sula, kam nevoj për të që ti të sqarosh vete nëse mund ta them kështu. Gojt e Liga thonë që ju pasi nuk hyet në listë në këtë zgjedhje, u hakmorët. Nuk më futët. Po dakord, nuk të futën. Nuk më futën se kam... Pasi rruga juaj u nda me PD në atë moment, në atë listë. Ja do ta them unë. Po se kam bërë pyetjen se do nxesh me mua pastaj. Ka dëgjuar Liga. Do nxesh me mua pas pyetjes më sigurt. Gojt e Liga thonë që ju punuat për Sara Milën në Elbasan dhe unë nuk i besoj Gojt e Liga, kështu duhet të dëgjoj versionin tuaj të kësaj historie. Dëgjoj Dasha. Një herë radh parë unë kam kërkuar me ngulm që pasi nuk u vura fare në listë, as të mbyllur, as të hapur. Dhe nga data 12-13 që i bie, deri ditën e hanë ora 1 pa qerek, kam negociuar për ditë, disa herë në ditët,
me zotin Noka, si sekretari përgjithshëm e Partisë Demokratike, për të qenë në listën e hapur. Unë, me të budallikun tim, me të shpendurin time, që duke thonë që ore, do të unë po më se marrë mandat, po s'kalova 12-13.000 vota, apo sa i bie më shumë, se duke të pa parasysh gjithë situatën aty në Peqin, në Belish, në Sarrikë, në Gramshe dhe në Elbasan, ku kam fuqinë dhe njerëz të mirë, edhe reputacionin tim. Dhe i thash, qofse unë nuk marriton, nuk e dua mandatin. Dhe i kam kërkuar vetëm një kusht tek. Kam thënë, një kandidat që ishte kryetari aty në Peqin, të largohet nga lista, sepse nuk mund të vëmë tani në një tokë tash tre kandidat të djatës, duke një kohë që partinë e ke në kundra pastaj se do luftohet me kandidatë. Veta për këtë, se unë drejtoj një histori. Po të vazhdoj shpjegimi logjik, vajz. Po shpjegimi logjik tash, nuk jam nga një që them po jo. Po të vazhdoj shpjegimi logjik. Dhe nuk do t'i kjo. Dhe arsyeja është që nuk më doni fare në parlament. Pikë, edhe kjo morr vesh. Dhe në momenti që mua nuk më kërku asë njëherë, asë për të vazhduar, asë për kandiduar, asë për të ndihmuar, asë për të mbledh vota, asë për të qenë pjesë e stafit atë gjithë gjërat, dhe unë po të them me përgjegjësinë time personale, dhe deklaroj publikisht përpara televizorit tu dhe kujdo, nëse do gjehet një demokrat, një votues i vetëm që unë të kem takuar, të kem telefonuar një personit vetëm për një kandidat për t'i dhënë votat, unë pasaj nuk është shqytur heqe. Jam për dispozicion drejtësisë me sekonda dhe jo minuta. Unë i besoj Sula, jo, a mu ta vazhdojmë në basë reklamës, ta e pra fjallën ty. Ta mbaroj se që në pulmine që ma bëri për. Për mos i dërru më e sonë, ta mbaroj të kratër. Dhe, po të them, unë nga dhathi im i familje sime, në kuptimin ku kam aktivitetin tim, nuk kam kaluar një ditë vetme. Dhe bile se sfidoj zotin Berisha, zotin Noka dhe kudo, le ta paguajnë edhe ta blejnë 50.000 euro një kandidat, më falë një votus, që t'i thonë që ore, dash Sula, edhe dhim shikoj më sy që i kam bëjnë një telefonat. Por, të gjithë njerëzit e mi, ka qenë kundra. Nga i parë deri ke fundit. Pra kanë qenë votuar për sot, kesh kundra është ligjit. Nuk them për kandidatën, ka votuar kundra, sepse në fshatin tim të lindjes dhe në komunën time, lutem, për gjë një minutë, nuk ka nevojë, sepse në komunën time që unë kam fituar në 2021 250 vota përpara PS-s, ka humbur 1200. Tani është 5300 vetë Peqini, edhe gjithë të tjerat. Tani unë e kam fajin prapë që votojnë njerëzit kundra. Jo, atëherë, Elvë, Optika Luani, publicitet dhe kthejme për pjesën e dytë, do na bashkohet Enita Bozhegu dhe Lajret Vasili, dhe do bëjmë pyetjen kryesore, ka grupe livare në PD dhe në fundit. E kujt është Partia Demokratike e Doktor Berishës apo e Demokratëve? Pas pak.